Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, vijoi prezantimin e kandidatëve për deputet, duke u ndalur në qarkun e Beratit. Ai përsolli një mesazh të qartë për një fushatë unifikuar, ku rëndësi ka vota për Partinë Socialiste dhe jo vota preferenciale. Këto janë vendet dhe kjo është zgjedhja dhe në fund ditës askush nuk duhet ta harrojë që zgjedhja është Partia Socialiste dhe Edi Rama, pastaj një preferencë. Tani Kryeministri Rama theksoi se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që mund të sjellë Shqipërinë në tryezën e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Ky është një më të maj. Sepse për herë të parë ne na është hapur një mundësi reale, konkrete, aktuale që ne të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Ka qenë gjithmonë, që është ditën e parë perspektiva dhe ju e keni dëgjuar, ata që janë më të rritur këtu e kanë dëgjuar nuk e di sa herë kur kanë ndjekur ose kanë lexuar udhëheqësit evropian, perspektiva juaj është Bashkimi Evropian, e ardhmja juaj është Bashkimi Evropian, horizonti juaj është Europa. Në prezantimin e kandidatëve për deputet në këtë qark, kryeministri Rama i kërkoi kryetarëve të bashkive të jenë të angazhuar për Partinë Socialiste, por pa ndërhyrë në garën mes kandidatëve. Ai sërish ironizoi listat e kandidatëve të koalicionit opozitar, drejtuar nga Partia Demokratike e Sali Berishës, për të cilën ai thotë se e di shumë mirë që në 11 maj do të humbas.